Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona. Sot do të përgatisim bashk një tavë me bamje, një specialitet i kuzhinës shqiptare që na pëlqen të gjithëve. Është një tavë që gjatë verës nuk i thot asnjëri jo. Gjithashtu do t'ju jap disa detaje që dhe ata që nuk i pëlqejnë bamjet, jam e sigurt që këtë tavë do t'a pëlqejnë jashtëmase. Pasi bamjet do t'i gatuajmë në atë mënyrë që nuk do të lëshojnë hiç jarg dhe do të bëhen shumë të mira. Le të fillojmë nga puna. Për një tavë me bamje do të na nevojiten 500 gram bamje, 300-400 gram mish viçi, të cilën mund ta keni dhe me kocka. Unë do t'ju tregoj mënyrën më perfekte që ta bëni që dhe mishi të jetë super i butë. Një lugë ëmbëlsirash salcë domatesh dhe një lugë ëmbëlsirash salcë speci. 2 qep të thata, 2 domate, 2-3 thelpinj hudhra, një speci kuq dhe disa speca jeshil. Grim si fillim qepën që pasi ta kemi vullosur mishin, t'ja shtojmë direkt, ta kemi gati. Në një tenxhere me presion ku kemi shtuar pak vaj ulliri, ka urdisim mishin, pra e vullosim si fillim dhe më pas do të shtojmë qepën. Mishin mund ta keni edhe me kocka të dashur miq, po njësoj do të veproni. Mund t'i keni thelat pak më të mëdhaja, për këtë arsye do të përdorim tenxherën e presionit, sepse i përgatisim dhe më shpejt në kohë, po dhe mishi bëhet si llokum. Pra pasi e kemi rretulluar mirë në vajin e nxehur dhe mishi ka ndërruar ngjyrë, është kthyer si i bardhë, i shtojmë qepën. E ka urdisim pak me qepën dhe i shtojmë salcrat, pra salcën e domates dhe salcën e specit. Unë zakonisht i përdor të dyja salcat në përgjellra të ndryshme, si salcën e domates të kombinuar gjithmonë me salcën e specit. Ju sugjeroj që ta provoni dhe ju në këtë mënyrë dhe gjellët do të bëhen akoma dhe më të shijshme. E rretullojmë një 2 herë sa salca të përzihet në të, e rregullojmë me krip dhe i shtojmë lëngun e gjysmë kokre limoni. Lëngu i limonit të dashur miq, përveç se nuk lejon që jargët e bamjes të ndahen, pra të shpërhapen në lëngun e gjellës, e bën dhe gjellën akoma më të shijshme. I shtojmë 3 gota ujë dhe e mbyllim të presionoj për 15-20 minuta, me tenxherën time 20 minuta, varet nga tenxherja që keni. Pra mishin si fillim do ta gatuajmë, pasi mishi në furrë nuk gatuhet. Kështu që do të jetë ose gjysmë i gatuar, ose do të jetë i gatuar tamam dhe pastaj do ta bashkojmë me bamjet. Gjatë kohës që mishi gatuhet, unë do të pastroj bamjet dhe do të pres dhe perimet e tjera. Një pikë tjetër e rëndësishme për bamjet është që pasi t'i keni larë, bamjet kuptohet duhen larë përpara se të priten. Në ujin e fundit do t'i shtojmë 1 filxhan kafeje uthull dhe do t'i lëmë 5 minuta në të. Uthulla është gjithashtu një faktor tjetër i rëndësishëm që nuk lejon që jargët e bamjes të përzihen në lëngun e gjellës. Pra gjatë këtij 5 minutëshi që bamjet po rrinë në ujë me uthull, unë do të pres speca, do të qëroj domaten dhe do të ngri këto hudhrat. Për domaten e kam thënë shumë herë, po për ndonjë që është ndjekës i ri dhe nuk e ka dëgjuar, preferoj që gjithmonë domaten ta qëroj nga lëkura, pasi nuk më pëlqen që domatja të veçohet nga lëkura në gjellë. Kështu që e qërojmë dhe e presim në kubik. Tani që çdo gjë e kemi gati, bamjet i shpërlajmë dhe një herë për herë të fundit nga uji me uthull dhe fillojmë t'i qërojmë. Jam e sigurt që çdo anvis e di, megjithatë po e përsëris për ndonjë që nuk e ka dëgjuar, bamjet nuk priten, sepse po të priten, gjella bëhet me jarg, pra lëngu i gjellës së bamjeve prishet. Për këtë arsye është mirë që bamjet kur t'i blini, mos të blini nga ato bamjet që janë të gjata. T'i blini mesatare, që t'ju presin vetëm kokat dhe në këtë mënyrë në gjellë janë edhe më të kollajshme për t'u ngrënë.
Bishti i bamjeve qërohet në formë konike dhe pritet sa më hollë të mundeni. Pra pa e prishur strukturën e brendshme të bamjes, sepse po e pret drejt, nga aty do të dali pastaj ai gjeli që kanë bamjet brenda dhe do të prishi lëngun e gjellës. Ja, kështu siç tregohet dhe në video. Ndërkohë mishi është bërë. Tani ç'do të bëjmë të dashur miq? Siç dhe e dini, bamjet në sipërfaqen e jashtme kanë një tip pushi, i cili nuk është mirë që të gatuhet bamja pa u skuqur pak që t'i vritet ky lloj pushi. Ju mund të veproni si të dëshironi, por unë me aq sa kam parë në familjen time, bamjet duhen që të kalojnë në një tiganisje të lehtë sa për t'ju vrarë pushin. Pra, nuk ka nevojë që të hidhni shumë vaj në tigan, me pak vaj sa do t'i rretullojmë që t'ju vrasim atë pushin e jashtëm. I shtojmë bamjet në tigan, gjithashtu përsipër i shtojmë dhe specat. Në këtë mënyrë i ka urdisim pak të dyja bashk. Nuk do të ndrojnë ngjyrë të dashur miq, mjafton vetëm, siç ju thash, sa për t'ju vrarë atë pushin e jashtëm që kanë bamjet. Pra, pasi i kam rretulluar një 2-3 herë në vajin e nxehtë, ja shtojmë pjesës së mishit që është i gatuar. Përsipër i shtojmë domatet dhe hudhrën. Në këtë pikë e trazojmë me kujdes pa i vrarë shumë dhe e lëm të marrë val. Kur e shikoni që lëngu i komplet gjellës fillon dhe merr val, e kalojmë në tavën ku do t'i pjekim. Pasi e kemi shtruar në tavë, e rregullojmë me lugë që bamjet të jenë të zhytura në lëng. Nëse uji i gjellës ju duket i pakët, mund të shtoni pak fare përsipër, ujë të nxehtë. E fusim në furrë dhe e pjekim me 230 gradë për 30-40 minuta, varet nga furra juaj. Nuk duhet që përsipër të na digjet, mjafton që bamjet të jenë zbutur, të jenë gatuar mjaftueshëm. Mund edhe ta kontrolloni, pas 30 minutash e kontrolloni me një pirun, e merrni një bamje dhe e provoni. Nëse është bërë tamam, nxirreni tavën. Kjo ishte të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos harroni të jepni një like për të më mbështetur, ta ndani me miqtë tuaj dhe nëse keni dëshirë mund të ndani opinionin tuaj në komentet më poshtë. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.